أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Nderuar I kryetari I xhamisë, Zotri Milaim Morina, të dashur hoxhallar të xhamisë Bekim Efendi Alimi dhe Enes Efendi Koshi, dhe ju vëllezër e motra, duke pas parasysh edhe kohën dhe atë që imami in Nimetullahi I falenderoj dhe I përshëndeti me emra të gjithë pjesëmarrësit, sidomos miqet që I kemi këtu nga organizatat. Do të kursehem duke I përmendur në përgjithësi poste dhe duke thënë miq të dashur, teolog, afarist, mjek intelektual, personalitete nga fusha të ndryshme të jetës fetare, shoqërore, akademike, politike, të nderuar antar të kryesisë së komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, të dashur dhe të respektuar kuvendar të KMSZ-s, të çmuar imamllar, teologe dhe kryetar të xhamive tona, vëllezër e motra, ju përshëndes me zemër dhe me respektin më të madh, duke ju thënë Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë ju. Të dashur të pranishëm, në emër të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, ju falenderoj përzemërsisht për pranimin tuaj në këtë iftar të përbashkët, I cili na mbledh sonte rreth sofrës së Ramazanit, jo vetëm për të ndarë ushqimin, por edhe për t'i bashkuar ose për t'i bërë bashkë zemrat tona, mendimet dhe vizionet tona. Jemi të lumtur që ky muaj I bekuar na jep mundësinë të ndalemi paksa nga ritmi I përditshëm I jetës, të ulemi pranë njëri tjetrit, ta shohim njëri tjetrin në sy, ta përshëndesim me dashuri dhe ta forcojmë lidhjen tonë midis nesh. Iftari nuk është vetëm një moment I ndërprerjes së agjerimit, ai është edhe një moment afrimi. Është një tryezë që I bashkon zemrat para se t'i bashkojë duart. Sonte në këtë ambient vllazëror, kemi pranë nesh përfaqësues të xhamive tona, përfaqësues të institucioneve, personaliteteve të jetës publike, diplomat dhe miq të shumtë. Kjo është një pasuri e madhe për ne. Kjo dëshmon se komuniteti in nuk është I mbyllur në vetvete, por I hapur, bashkëpunues dhe I angazhuar për të mirën e përgjithshme. Ne jemi me fat që jetojmë dhe veprojmë në një shtet siç është Zvicra, një vend që ofron siguri, stabilitet dhe hapësirë për zhvillim fetar, kulturor dhe qytetar. Ky realitet na obligon të jemi shembull në respektimin e ligjit, në kultivimin e dialogut dhe në ndërtimin e urave të mirëkuptimit me të gjithë. Të dashur vëllezër e motra, Ramazani është muaji I agjerimit, por mbi të gjitha është muaji I vetdijes. Ai na mëson disiplinën, durimin dhe përkushtimin, na mëson se forca e vërtet nuk qëndron te ndarjaja, por te bashkimi, jo te fjalët e mëdhaja, por te veprat e sinqerta. Sofra e iftarit është simbol I këtij bashkimi. Kur ulemi së bashku, zhduken dallimet e vogla, zbuten keqkuptimet dhe forcohet ndjenja se jemi një trup I vetëm. Prandaj, le ta shfrytëzojmë këtë muaj për të ripërtrirë raportet tona, për të falur, për të kërkuar falje dhe për të ndërtuar besim më të madh midis nesh. Të dashur miq, bashkimi I nuk duhet të mbetet vetëm brenda muajit të Ramazanit. Sfida jonë është që frymën e këtij muaji ta bartim edhe në muajt e tjerë të vitit. Të jemi të bashkuar në projekte, në arsim, në aktivitete kulturore, në mbështetje të njëri tjetrit dhe në përfaqësim dinjitos të komunitetit tonë. Xhamitë tona në Mërgat janë më shumë se objekte adhurimi. Ato janë qendra edukimi, formimi dhe ruajtjeje të identitetit tonë fetar dhe kombëtar. Në to rriten brezat e rinj, ruhen vlerat morale, mësohet gjuha shqipe, kultivohet respekti dhe përgjegjësia. Ruajtja e gjuhës sonë është një ruajtje e kujtesës sonë, e historisë sonë dhe e lidhjes sonë me njëri tjetrin. Nga ana tjetër, edhe organizimi I hierarkisë institucionale nuk është thjesht vetëm nevojë administrative, por një përgjigje fetare dhe shoqërore ndaj sfidave të kohës, një mënyrë për të ruajtur amanetin e fesë,
për të forcuar besimin ndërmjet xhamive dhe për të siguruar një përfaqësim dinjitos dhe autentik të Islamit në kontekstin ku jetojmë dhe veprojmë. Kështu, uniteti institucional nuk është vetëm çështje strukture, por çështje përgjegjësie, vazhdimësie dhe ardhmërie të përbashkët. Të nderuar të pranishëm, sot dua të theksoj edhe një mesazh të rëndësishëm, le të qëndrojmë gjithmonë në dialog. Dialog brenda komunitetit ton, por edhe dialog me shoqërinë ku jetojmë. Dialog me institucionet, me komunitetet e tjera fetare dhe me të gjithë qytetarët. Vetëm përmes dialogut ndërtohet besimi dhe vetëm përmes bashkëjetesës ndërtohet paqeja e qëndrueshme. Për fund, ju falenderoj secilin prej jush për kohën, për kushtimin dhe kontributin që jepni për xhamitë tona dhe për komunitetin tonë në përgjithësi. Ju uroj një iftar të begat, agjerim të pranuar dhe një Ramazan që na ofron më shumë me Zotin, por edhe me njëri tjetrin. Ju falenderit, wassalamu alaikum wa rahmatullah.